Kto nga ferma, sot po du me ju tregu diçka shumë interesante. Për shumë vite, kafshët janë mbledh me kuaj, me motora, makina ose shumë njerëz. Edhe na në fermë shpesh duhet me marrë me këtë punë. Po tash po vjen një ide krejt tjetër. Në Australi, një kompani po përdor drom autonom për me mbledh tufat e lopëve. Fermeri veç e shtyp një buton në telefon edhe droni udhëheq lopët prej një lëvadhi në tjetrën. Madje sistemi po përdor inteligjencë artificiale që reagon sipas sjelljes së kafshëve që ato lëvizin qetë edhe pa stres. Nëse, deri sot vjen droni edhe në fermën tonë, unë po ju kthena punëve të fermës.